Elhamdulillah këtu në Shkup është numri ma i madh se sa atje ku jetoj unë për shembull në Gjermani. Edhe kjo është një dhunti e Allahut subhanahu wa taala e cila ju është dhënë umetit të Shkupit, vllaznive të Shkupit, xhamatit të Shkupit, që me pas në mesin e juve njerëz të cilët ja u tregojnë rrugën e vërtetë, njerëz të cilët ja u tregojnë se ka është e mira dhe ka është e keqja. Kjo është një nimet i madh. E ky nimet ju ka ardhur nga Islami. Elhamdulillah, do më thonë Allah subhanahu wa taala që na ka bën neve që t'jemi prej çatynve shumë muslimanëve të cilët e kanë kuptuar Islamin edhe e ndjekin Islamin ashtu siç e kërkon Allah subhanahu wa taala dhe siç e kërkon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nimeti i Islamit pra është nimet i madh, të cilin duhet ta ruajmë edhe duhet kujdesemi për këtë nimet. Përderisa na e ruajmë edhe kujdesemi, atëherë edhe do ta kemi. Në momentin kur nuk do të kujdesemi për te, atëherë edhe do ta humbi. Prandaj duhet gjithnjë të kujdesemi për këtë nimet të madh. Nimeti i dytë, nimeti i xhamisë. Ky tubim, padyshim se nuk është nis prej çarshis. Ky njoftim, këto fytyra, këto ndërmjet juve që ka jeni, nuk janë nis prej rrugëve, nuk janë nis prej sakakave, por janë nis krejt njoftimet prej xhamisë. E ky është nimet i madh i xhamisë. Nimet i cili shumë muslimanëve ju mungon në vende jo me vendbanim musliman, siç është Perëndimi për shembull. Kur ti krahasojsh xhamiat e vendeve tona këto dhe xhamiat e Perëndimit kanë dallim shumë të madh. Prandaj po duam ju thonë se nimet i madh është që këtë xhami që i keni këtu nga për Shkup. Edhe çaty është çaj nimet i cili e ka dhënë këtë fryt. Të cilët janë përgjigj muslimanët dhe kanë shkuar të kanë prezantuar namaz, kanë prezantuar derse dhe ka ardhur deri te rezultate dhe po shihet elhamdulillah në kohën e fundit, sidomos të në Shkup, domethënë është një numër i madh i trive të cilët edhe janë duke e praktikuar Islamin. Ky nimet domethënë ka ardhur prej xhamisë. Prandaj dinjani nimetin edhe kujdesuni për xhamiat e juaja me gjitha aspektet. Kujdesja më e madhe që duhet më bëj për xhamin është minet gati derseve. Minet gati namazeve, minet gati xhumajes, minet gati domethënë kujdesit rreth xhamisë edhe në këtë aspekt. Allah subhanahu wa taala përderisa muslimanët kujdesen për këtë nimet, atëherë edhe bereqeti është më i madh dhe bereqeti gjithnjë do të jetë edhe do të jetë ky nimet i vazhdueshëm në mesin e juaj. Unë atje ku jam në Hanover për shembull, kemi edhe atje një objekt, kemi edhe një aktivitet vogël atje. Mirë po ambienti dhe atmosfera nuk mundet asnjëherë me qenë ashtu siç që ishte sonte këtu për shembull, siç është në Shkup. Edhe me desh s'mundesh me bën një ambient të tillë. Për me të bukë këtë numër për shembull do është më organizuar me ditë me javë, me thirrje, me lutje, me ardha, ama veç me të ardhë një herë. A këto është spontan, do të u kon shumë shpejt u bë edhe ky numër është përgjigje dhe mashallah domethënë vëllezër të cilët janë domethënë tri edhe janë përgjigj kësaj thirrje. Kjo domethënë është ai nimeti i xhamisë. Pse keni xhamiat të cilën vend, keni xhamiat të cilën çosh, edhe Allah subhanahu wa taala ka bërë të mundshme që me qenë ju prej çatynve që jeni në xhami. As xhamis në shumë ka dhe hala më shumë, atëherë ngel obligimi i çdo njanit, aq sa ka mundësi me lujt atë rolin e vet. Hoxha e ka obligim me dhënë ligjëratën, a xhamati e kanë obligim me provë dhe dikon në xhami. Me thirrë dhe dikon, më thon hec edhe ti se ku jam të shkuën hec edhe ti nga diçka edhe merr pjesë. Domethënë se cili do të me lujt atë rolin e vet që me mujt edhe të tjerë që nuk janë në xhami, me qenë edhe ata në radhën e juve. Allahu ju shpërbleft për këtë mund që ka e bani këtu në Shkup në gjitha aspektet të cili për juve, edhe hoxhallarët, edhe ju si xhamat, se nimeti i hoxhës është me pas xhamat, e nimeti i xhamatit është me pas hoxhë. Edhe kjo domethënë është nimet hala më i madh kur janë të dyja të bashkë. Me pas edhe hoxhallar edhe me pas xhamat. Kjo është domethënë nimeti hala më i madh se thotë dritë mbi dritë. Allahu subhanahu wa taala ju forcoft, ju rujt, juve dhe gjithë vëllezërit, e sidomos hoxhallarët që i keni këtu në mesin e ju. Allahu inshallah i shpërblen me Jannatul Firdaus. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.